Policia e Qarkut Shkodër ka referuar disa raste në prokurori gjatë 24 orëve të fundit, mes tyre një aksident rrugor dhe disa procedime penale për vepra të ndryshme. Në vijim të informacionit të dhënë një ditë më parë për aksidentin në aksin Shkodër-Muriçan, specialistët e qarkullimit rrugor nisën procedimin penal për shtetasin MH, i cili dyshohet se duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi ka humbur kontrollin dhe ka dalë në anë të rrugës, kur shpërplasur me një automjet me drejtues shtetasin. I B, si pasojë e aksidentit u dëmtua drejtuesi i motomjetit, i cili vazhdon të jetë në kujdesin e mjekëve. Ndërkohë specialistët për hetimin e krimeve në DVKM Shkodër kanë nisur procedimin penal për shtetasin. KD, 34 vjeç, banues në Durrës, i cili dyshohet se në bashkëpunim me shtetasin ED kanë trafikuar në Shqipëri 2 ekskavatorë të vjedhur nga Italia më 26 shkurt 2026. Mjetet janë sekuestruar si provë materiale, ndërsa vijon puna për kapjen e bashkëpunëtorit dhe dokumentimin e plotë të rastit. Gjithashtu nga specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër u referuan materiale për shtetasin PL, 38 vjeç, pasi gjatë kontrolleve të kryera në bashkëpunim me OSHE në banesën e tij u konstatua lidhje të paligjshme të energjisë elektrike. Në Puk, specialistët e seksionit për hetimin e krimeve nisën procedimin penal për shtetasin BQ, 41 vjeç, banues në fshatin Kabash, pasi është kallëzuar nga një 54 vjeçare se e ka fyer. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.